Të nderuar pjesëmarrës, në hapje të këtij takimi, ju ftoj të nderojmë himnin ton kombëtar. Të nderuar zonja dhe zotërinj, të nderuar demokratë dhe demokrate, qendrestar dhe kontributor të Partisë Demokratike, i nderuar kryetar i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, i nderuar drejtues politik, nën kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, zoti Agron Xhekmarkaj. E nderuar skuadër e fitores madhështore të 11 majit. Është kënaqësi dhe privilegj i madh për mua që në emrin tuaj t'ju uroj mirëseardhjen në lezhën e Beslidhjes
për të prezantuar ekipin ton fitues për zgjedhjet e 11 majit, liderit historik të Partisë Demokratike dhe kryetarit të saj, kryeministrit të arshëm të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. Unë jam Dea Gjoka, bie këtij qyteti, studente mjekësisë së përgjithshme në Universitetin e Tiranës. Dhe sot nuk rri dot pa shprehur optimizmin tim dhe të miqve të mi student për programin e Partisë Demokratike, për arsimin dhe shëndetësinë, për mundësinë që do të na japë qeverisja e djathtë, për të qenë të dinjitetshëm në ushtrimin e profesionit tonë. Unë kam zgjedhur këtë profesion dhe dua të shkollohem e më pas të punoj në vendin tim. Unë dua të jem pjesë e zgjidhjes, dua të jem pjesë e ndryshimit dhe besoj fort se ky ndryshim vjen vetëm nëpërmjet Partisë Demokratike. Jam këtu sot si pjesë e brezit të ri, një brez që mban bisupe jo vetëm ëndrat për një jetë më të mirë, por edhe barrën e një realiteti të vështirë. Sot, të rinë shqiptar përballen me një realitet të vështirë dhe tepër zhgënjyes. Papunësia dhe mungesa e mundësive të barabarta për punësim e bëjnë të ardhmen të pasigurt. Shumë të rinj ndjen të përjashtuar dhe të pambështetur nga shteti i tyre dhe e shohin emigracionin si zgjidhjen e vetme për të ndërtuar një jetë dinjitoze. Dhe jo sepse nuk e duan Shqipërinë, por sepse nuk ndjen të mbrojtur, të dëgjuar apo të vlerësuar. Në vend të shpresës, ata ndjejnë boshllëk dhe në vend të përkrahjes ndjejnë indiferencë. Por që të qëndrojmë, ne të rinjt kemi nevojë për më shumë. Kemi nevojë për mbështetje institucionale dhe për vlera që na motivojnë të japim më të mirën. Nuk kërkojmë privilegje, kërkojmë meritokraci dhe mundësi për të dëmtuar një të ardhme të ndershme në vendin tonë. E Partia Demokratike, me programin e saj, jep shpresë, siguri dhe perspektivë për të jetuar këtu në vendin tonë. Sot, më shumë se kurrë, ne kemi nevojë për një politikë që flet me të rinjt, që i përfshin ata dhe që i jep shansin të ndërtojnë të ardhmen këtu, në vendin e tyre, pranë familjes dhe pranë shoqërisë që i ka rritur. Partia Demokratike është dhe do të jetë gjithmonë shtëpia e të rinjve. Një forcë politike që nuk shet iluzione, por ofron vizion. Një forcë që nuk premton pushtet për vete, por të ardhme për të rinjt. Partia Demokratike është partia e shpresës, dhe shpresa nuk është vetëm një fjalë, është një angazhim, është një ekip dhe është një mision. Dhe pikërisht për këtë arsye jemi mbledhur sot këtu. Dhe tani kam kënaqësinë të ftoj para jush kryetaren e Partisë Demokratike në Lezhë, zonjën Donika Ndoj, një mësuese profesioniste që ka edukuar 10 breza, një demokrate dhe një qendrestare e kauzave të lirisë. Mirë mbrëma, më i bukur se sonte s'ka qenë asnjëherë ky shesh. Ndaj falinderit nga zemra, demokrat, qendrestar, lezhjan. Kështu i ka hije Lezhës ta presim kryeministrin e arshëm të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur demokrat, qendrestar, qytetar të Lezhës, i nderuar drejtuesi ynë politik, profesori zoti Gjek Markaj, të nderuar kandidat të Aleancës së Shqipërisë Madhështore, i nderuar lideri historik profesor doktor Sali Berisha. Sot jemi shumë bashk, jo thjesht për të prezantuar kandidatët, por për të dëshmuar se Lezhë është dhe do të mbetet zemra e lirisë dhe e demokracisë. Sot pas 12 vitesh keqeverisje, jemi në kushtet e instalimit të diktaturës, një diktaturë që nuk ka nevojë për tela dhe gjëmba, pasi mban të izoluar mendjen dhe shpresën e qytetarëve. Një regjim ku fjala e lirë shtypet, drejtësia kontrollohet,
pasurit vidhen dhe shpresa shuhet. Buqësia dita ditës po zhduket, industria thuaj se ka vdekur e varfëria po thellohet në kulm. Në këto kushte, heshtja është tradhti dhe qëndresa është detyrë dhe obligime çdo qytetari shqiptar të qëndrojë me 11 maj. Ndaj, me 11 maj të votoj kundër këtij regjimi për të ndarë një herë e përgjithmonë të shkuaren me të ardhmen, për të hapur një kapitull të ri për Lezhën edhe Shqipërinë. Lezhë e Beshlidhjes, si atëherë dhe sot, ka treguar se di të udhëheq, di të shkruaj historinë dhe di të fitoj. Ndaj, Doktor Berisha, Lezhë nuk ka zhgënjur asnjëherë, edhe kësaj radhe, jo vetëm që nuk do të zhgënjej, por do të surprizoj Shqipërinë të gjithë me rezultatin e saj. Kandidatët tanë nuk janë thjesht emra në listë, por ata janë shpresa, kurajo, vullneti për ta quar përpara betejën tonë për liri dhe demokraci. Sot në udhëheqjen e Doktor Berishës, me mbështetjen tuaj, me 11 maj, do të votojmë programin më të mirë të Partisë Demokratike. Me 11 maj, do të votojmë kandidatët më të mirë të qarkut Lezhë për një Shqipëri madhështore, fitore me 11 maj. Partia Demokratike në Lezhë ka vijuar prej muajsh konsolidimin e strukturave, angazhimin qytetar, takimet me grupe interesi dhe shpalosjen e programit të Partisë Demokratike. Si prijes i skuadrës fituese të 11 majit, merite veçantë i shkon drejtuesit politik të qarkut të Lezhës, Zotit Agron Xhekmarkaj, personalitet i botës akademike, një nga zërat më të spikatur të politikës dhe medias. Fjala për ju, Zoti Xhekmarkaj. Motra e vëllezër, qytetar të dashur demokrat, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, kryetari ynë. Faleminderit që keni ardhur. Sonde jemi shumë dhe jemi të gjithë bashkë. Jemi sonde këtu të ringritur, të frymzuar, të shumë fishuar, me plot guxim, kurajo e besim. Jemi këtu për të nënshkruar një kontratë të re me historinë dhe me shqiptarët, që të gjithë shqiptarët, pa asnjë dallim, të kenë mundësi të vendosin vetë për të ardhmen e tyre, sepse popujt që nuk reagojnë, nuk fitojnë. Ne, demokratët, jemi historia e Shqipërisë moderne. Me ne dhe Partinë Demokratike, partinë tonë, është lidhur liria e Shqipërisë, pluralizmi politik, demokracia dhe institucionet e saj, aleancat euroatlantike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, pranimin e NATO, lëvizja e lirë pa viza. Nuk është çështja e pushtetit ajo që na shqetëson, por emergjenca kombëtare se duhet të kthejmë Shqipërinë shqiptarëve. Fëmijët tanë, vëllezërit dhe motrat, njerëzit tanë, nuk duhet të ikin më për të shpëtuar nga dheu i tyre. A dheu i tyre duhet i shpëtoj ata. Ne punojmë që ata të kthehen në Shqipëri për të shpëtuar atë dheu nga kthetrat e një qeverie grabiqare, nga qeveria e keqe e Edi Ramës. Ndryshimi fillon këtu, nga Lezhë e Beshlidhjes, nga Mirdita dhe Kurbini, nga toka e Frank Bardhit, Pjetër Zarishit, Gjergj Fishtes, Abat Doçit, Adze Flumit, e shumë artistëve, personaliteteve të tjera që kjo tokë kanë nxjerrë me shumicë. Nga Lezhë e vajzave dhe djemve që janë sot këtu dhe do të jenë më shumë në ditët që vinë në betejën për Shqipërinë demokratike. Asgjë nuk mund ta dalë diellin që po agon pas natës së gjatë 12 vjeçare të ashtu quajturës rilindje. Për te betonit dhe bunkerëve, është agimi i kaltër i Europës që na pret dhe dje në Strasburg i dha premtimin
e mbështetjen liderit ton Sali Berisha për fitoren e 11 majit. Nuk është kur vonë. Nuk është kur vonë të kërkosh dhe të punosh për një botë më të mirë, një Shqipëri më të mirë, një Lezhë më të mirë, me të gjitha hiret dhe bukuritë e saj si zonjë e rëndë. Ne duam një Shqipëri dhe një Lezhë për të gjithë, të djathtë të majtë, demokratë socialistë të ndershëm, burra dhe gra, vajza e djem, të rinë dhe të moshuar në fshatë dhe në qytet, në malën e fush, po ashtu në Bregdet. Ne jemi këtu dhe do të jemi nesër kudo për të sjellë ndryshimin. Ndryshimi ka vetëm një emër, rotacion, dhe rotacioni ka dy emra që kanë qenë dhe do të mbeten një të pandashëm, Partia Demokratike dhe Sali Berisha. Fitore! Dhe tani, zonja e zotërinj, është momenti të mirëpresim skuadrën fituese të Partisë Demokratike dhe koalicionit për Shqipërinë madhështore. Ftoj zonjën Elda Hoti, deputete e Partisë Demokratike, një zë i fuqishëm i Partisë Demokratike, denoncuese skandaleve të rilindjes, mbrojtëse e interesit qytetar. Zotin Edison Doçi, aktivist, avokat i mirënjohur, përfaqësues i Partisë Agrare Ambientaliste, ish drejtues i disa institucioneve publike në Lezhë. Zotin Gjin Gjoni, ish kryetar i Partisë Demokratike në Lezhë, jurist i mirënjohur që i ka dhënë një dinamik të re qarkut tonë, mbrojtës i kauzave të opozitës. Zotin Aleksandr Lala, ish kryetar i Partisë Demokratike në Mirdit, ish kryetar komune, mbrojtës i kauzave të opozitës. Zonjë Lindita Metaliaj, deputete prej 2 mandatesh e Partisë Demokratike, zë i fortë që ka mbrojtur interesin qytetar, denoncuese skandaleve të pushtetit, ish kryetar e Partisë Demokratike në Lezhë. Zotin Kastriot Piroli, deputet i Partisë Demokratike, përfaqësues i modelit qytetar, mbrojtës i kauzave të opozitës dhe denoncues i skandaleve të pushtetit. Zotin Viktor Tushaj, ish deputet, ish kryetar i Bashkisë Lezhë, përfaqësues i Partisë së Lirisë dhe kontributiv në zhvillimin e qytetit. Zonjën Melisa Vuthaj, një e re angazhuar në kauza qytetare, përfaqësuese e Partisë Republikane. Dhe tani, ftoj në këtë takim kaq shpresdhënës, triumfues dhe bashkues, kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berishën, liderin që ndryshoi Shqipërinë, liderin që mposhti diktaturën, liderin që demokratët lezhian do ta mbështesin për të qenë kryeministri i vendit me datë 11 maj. Qytetarë dhe qytetarë të Lezhës, banor fisnik të këtij qyteti dhe rrethi të këtij qarku, zonja kryetare e Partisë Demokratike, të dashur kandidat të fitores, zoti Agron Gjekmarkaj dhe ju kandidat të tjerë të fitores të këtë qark.
Përshëndetjet më të përzemëta dhe mirënjohjen më të pakufishme ndaj jush. Qytetarëve dhe qytetarëve të këtij qarku. Për mbështetjen e jashtëzakonshme për besimin tuaj të palkundur tek vlerat më të arrira të njeriut, tek digniteti njerëzor, tek familja, Zoti dhe Adheu. Këto janë dhe vlerat e partisë. Këto janë dhe vlerat e partisë që ju, nga themelimi i saj gjerë sot, keni mbështetur më shumë se çdo forcë tjetër politike. Zoti u bekoft. Mirënjohje të madhe. Të dashur miq, unë sot në mëngjes u nisa nga kryeqyteti i Europës, Strasburgu, drejt Lezhës. Dhe nuk mund të mos theksoj këtu, nuk mund të mos u përcjell ju përshëndetjet më të përzemërta të grupit Partisë Popullore Europiane në Këshillin e Europës, Asamblenë Parlamentare, të grupit Demokratëve dhe Konservatorëve, të cilët syt dhe mendjen i kanë të drejtuar tek fitoria e opozitës në Shqipëri, tek mbizotrimi i saj ndaj narkoshtetit dhe shpëtimi i Shqipërisë. Miq, u ktheva shumë mirënjohës. U ktheva realisht optimist dhe i sigurt se mbështetja e miqve tan është më e madhe se kurrë. Por duhet t'u them këtu se pata dhe një ndjej turprimi të vërtet. Mbasi në tempullin më të vjetër të demokracisë europiane, tempullin e vlerave, lirive të drejtave të njeriut, zgjedhjeve të lira, Edi Ramës ja kishin pezulluar darkën. Po, duke u bërë kështu, i pari, mysafir i ftuar, që anullohej darka. Megjithatë ju garantoj se respekti për Shqipërinë dhe për shqiptarët, mbështetja e parlamentarëve të grupeve të Qendrës Djathtë dhe Konservator është e jashtëzakonshme. Dhe unë aty përfaqësova secilin për jush. Përfaqësova vullnetin tuaj. Dhe të kuptohet, përfaqësova çdo shqiptar që din të sillet si shqiptar dhe që nuk detyron mikpritësin t'ja plasin derën në fytyrë. Edi Rama vetëm shqiptar nuk është. Të dashur miq, unë vi sot tek ju për të paraqitur program në Shqipërisë madhështore, program në Lezhës madhështore. Vi këtu me bindjen më thellë se rast se madhështia shqiptare ka një zenit, se rast se madhështia shqiptare ka një Everest. Ky zenit, ky Everest është Lezhë, sheku i më parë, Beslidhja. E cila ka frymzuar dhe frymzon lezhjan dhe shqiptar
përfitore nga më të pamundurat, për besim të pakufishëm tek vetja dhe Shqipëria. Ishte kjo beslidhje që shumë fishoj si kur do njëherë forcat e shqiptarëve qendrës në tyre. Da edhe se cili që mund thot se po kjo madhështore duket si pak e lartë, i them jo, kjo madhështore ka ekzistuar në këto troje, kjo madhështore do të ekzistojë në këto troje për sa kohë ato t'jenë. Kjo madhështore nuk është, kjo madhështore, kjo lezhë madhështore dhe Shqipëri madhështore, nuk është një fantazi, por është një ëndër për të bërë realitet, është një ëndër dite e të rive tanë, e trejave tona, e fëmijëve tanë, e çdo shqiptari. Për realizimin e kësaj ëndre dite, ne kemi një projekt në të cilin e nisim punën me paketë në dhimbshurinë, me zemër në dorë. E nisim punën me zemër në dorë. E nisim punën aty ku ne kemi virtutin më të arrirë shpirtëror të shqiptarëve. Dhe virtuti më i arrirë shpirtëror i shqiptarëve është bamirësia e tyre. Është zemërmirësia e tyre. Ndaj dhe ne kemi përsaktuar si emergjencë paketë në dhimbshurisë. Çdo pensionistë dhe pensionist, çdo burrë dhe grua, çdo i ri, çdo i papunë, çdo njeri në ndihmë ekonomike, çdo student me bursë, pa përjashtim që të gjithë do të marrin minimumi 200 euro në muaj. Nuk janë shumë, por prap 6.3 euro në ditë për individ, asnjë s'është më, asnjë shqiptar nuk është më në varfëri ekstreme. Dhe ne me një shpejtësi drakoniane, me një goditje drakoniane, e largojmë varfërinë ekstreme nga trojet shqiptare, që janë trojet të më të begata. Të dashur miq, jo vetëm kaq, por të gjithë pensionistët, të gjithë rrogulltit, do të kenë dhe kartën e konsumatorit, me të cilën do marrin mrapsht, do marrin të vëshën që paguajnë 20% që paguajnë për gjërat bazë, për ushqime dhe ilaçet. Në këtë mënyrë, çdo pensionist merr rreth 450 euro në vit, pra merr sa 2-3 pensionet sotme. Rroga minimale nuk do të ketë më në Shqipëri ndër 500 euro. Siguroj sipërmarrësit se shteti me uljen e taksave jo vetëm do të bëj që ata jo vetëm të mos humbasin, por përkundrazi, parat në kontot e tyre bankare të rritën dhe ata të bëjnë investime. Miqtë e mi, nuk mund të ecet me tutje, nuk mund shkohet drejt madhështisë në qoftë se ne nuk përkrajmë, nuk nxjerrim nga mjerimi ekstrem qytetar shqiptar. Lista e ilaçeve, të cilat sot i merrin në farmaci, ilaçet doshi, nushi, doshi, s'ka duar atërsisht, do t'jetë identike me listën e Republikës Italiane. Dhe
në teritorin e Shqipërisë nuk do të tregtohet kur një ilaç që nuk është tregtuar në dy vende në Bashkimin Evropian. Ne nuk mund të jetojmë si italianë, se si kemi ato kushte, po ilaçet do t'i marrim si ata, sepse i kemi ato kushte. I kemi ato kushte për të ndihmuar çdo qytetar shqiptar me ilaçet që japin efekt. Miqtë e mi, Shqipëria madhështore do mund të realizohet vetëm duke pastruar shtëpinë tonë. Rëndom pyesin, po ku do I gjeni këto para? Ku janë këto para? Ju garantoj se këto para janë që të gjitha, nga taksat tuaja dhe ne s'do bëjmë asgjë tjetër, veç se do ja u kthejmë ju paratë e taksave që paguni. Ne do I kthejmë ato në pensione, të cilat do I rrisim me 20%. Ne do I kthejmë ato në rroga, të cilat do t'i rrisim, thash, rrogën minimale 500 euro, rrogën mesatare 1200 euro. Gjatë një mandati nuk do ketë mësues në Shqipëri që të mos marrë 1500 euro. Mësuesit shqiptar do paguhen më mirë se të gjithë mësuesit e rajonit. Nuk do ndodhë më kur që kryeministrit firmos për djegsa fantazm, djegsa që djegin 130 milion euro para tuaja dhe atje nuk ekziston një tull në themel. Parat përfundojnë në kontot bankare offshore të Edi Rama Erion Velis. Ndërsa Lubia që s'ka pas në herë të tillë në trojën shqiptare si ajo e papërmbajtur në lakmira për para dhe për luks. 5 vite që duhet mbikëqyrte punimet çdo muaj të djegësit, nuk I mbikëqyri asnjë ditë, asnjë muaj, sepse e dinte se parat po I dhillte Edi Rama. Dhe e dinte se që momentin e parë që ti mbikëqyrte, do detyrohet mos disbursonte asnjë qindark. Parat do t'ja u marrim këtyre ne, ku I kanë fshehur, ku I kanë ngurësuar. Po u them unë ju, se kryeministri I vendit nuk do të udhtojë me avion taksi. 21 milion euro në 2 vite. Se kryeministri I vendit do zbatoj ligjet dhe nuk do të përzër investitor të huaj sepse televizionit e tyre janë kritike ndaj tij. Dhe pastaj ju paguani 110 milion euro investori italian, sepse Edi Rama dhe Erion Velia e përzun nga vendi si kur t'ishin. Mund t'u veç çdo epitet, por problemi është tani ata lanë mbi barën tuaj 110 milion euro që duhet paguar. Kjo s'ndodh më. Nuk ndodh më që bashkëshortja e një ministri apo bashkjaku apo kryeministri të ketë garderob të njëjtë me Laila Asadin. 1 milion euro e famshme. Jo mo janë parat tuaja ndjersa juaj. Nuk ndodh më. Nuk do ndodh që kryeministri tulet në trezë në kryeministri të hap shikshën 36.000 euro. Jo miq. Sepse kjo nuk ndodh, ja u them unë ju. Nuk ndodh në asnjë vend të lirë. Nuk ndodh më që diferenca midis rrogës minimale dhe rrogës maksimale të jetë 10-12 fish. Jo miq. Nuk lejohet. Nuk është njerëzore. Sepse edhe ai rroglar dhe ky rrogult kanë fëmijë për të ushqyer. Prandaj edhe kjo diferencë do ngushtohet. Do zbresi aty ku është në vendet e zhvilluara, aty ku ka drejtësi sociale, 1 me 4, 1 me 5 dhe as kur më shumë. Nda dhe ne,
do rrisim rrogat e ulta, rrogat e mesme. Nuk do rrisim rrogat e larta, gjersa, diferenca të ngushtohet në 4-5 herë. Miqtë e mi, asgjë s'po bëjmë, vetëm po i ndajmë si duhet me drejtësi parat tuaja, parat që u përkasin ju, qeveria nuk prodhon asnjë qindar. Por Shqipëria do t'jetë madhështore vetëm kur ajo të punësoj, të rrisë mirëqenjen e qytetarëve të saj. Dhe një Shqipëri që punëson është vetëm një Shqipëri që prodhon. Një Shqipëri që prodhon, një Shqipëri që prodhon. Ndaj dhe ne, Made in Albania, do t'a shpallim krenarinë kombëtare. Krenari kombëtare. Nuk ka vend, nuk ka tokë, nuk ka male, nuk ka në tokë më të pasur se shqiptarja, se toka shqiptare, në toka shqiptare, malet, fushat e këtij vendi. Ndaj dhe do të nxisim prodhimin, do përgjysmojmë taksat, biznesmenët do të përgjysmojmë barrën fiskale, 10%, është taksa e 1000 vjeçarëve, është taksa e librave të shenjtë, është taksa më e drejtë në botë, 10% do të jetë taksa jonë. PVSH-n do ta ulim në 15%. Biznesit vogël i premtoj këtu, se nuk do mundën kur pirinët, ti tatojnë. Prisi, kom punë me te unë pas pak, prit. Po. E keni drejt. Vlla siamez me Erion Velin është vlla siamez, binjak siamez, i njohur. Nuk do mundën kur t'i tatojnë bizneset e vogla me shumë se 1% të xhiros. Jo dhe jo. Nuk do mundën kur të vendosin taksa të tjera përveç atyre strikt lokale. Gjobat të gjitha falen me 12 maj. Gjobat e këtyre që mund të vesh çdo epitet po s'duhet prishgojnë, nuk njihen, do të anullohen që të gjitha me 12 maj. Më falni, po ç'të drejt morale ka qeveria që vjen të kërkoj gjobën këtij apo atij qytetari? Në një kohë kur Pirini grabit tokën e sekuestruar, s'kishte dëgjuar kush kur. Toka e sekuestruar nga prokuroria, mirret dhe jepet i ish noteri i cili bënte pjesë në një grup që trafikonte 400 kg kokain. Emilianus. E kuptoni ju tani? E kuptoni ju se si ndahen parat e kokainës? Nga Pierini te Emiliano, nga Emiliano tek Pierini, dhe ata vazhdojnë, u gjobisin ju me mashtrime, me sahat të prishur, pa të gjitha, asnjë nuk pranohet ma. Lumb goja. A mund të gjobitet fshatarin Kashnjet, se rregullon çatit e tij, në një kohë kur Pirini për të mbushur thast me rishfet,
jep leje në rër, jashtë kompetencave të ti. Marrin fund këto. Edhe Pirin do shkojnë atje ku meritojnë. Shtëpia do pastrohet. I madhi Zote ka thënë, pastroj shtëpinë që të viun brenda. Ndaj dhe ne do pastrojmë shtëpinë, nga Edvinat, nga Pirinat, me radhë. Unë garantoj, fermerët e mrekullueshëm të Lezhës, lezhjanët punëtorë, mirëditorë, banorët e Kurbinit, të gjithë ti qarku, se suksesi i fermave të tyre është nga qëllimet madhore të programit tonë. Se ne do të subvencionojmë çdo fidan, çdo kokë bakti, çdo njësi prodhimi. Se ne do pesfishojmë subvencionet për fermerët në mënyrë që ato të marrin ato subvencione që merr fermeri në Maqedoni, në Kosovë, në Serbi dhe Malzi. I garantoj fermerët se linja e kreditit të butë, në të cilën qeveria do të paguajë 80% interesave, do të instalohet me njërë me Bankën e Re të Zhvillimit që do krijojmë. I siguroj fermerët se në territorin e Shqipërisë nuk do mund të futen kur pesticid kancerogen dhe asnjë lloj inputi bujqësor që nuk tregtohet në 2 ose 3 vendet Bashkimit Evropian. Garanci të plot për prodhimet e tyre. I garantoj fermerët e Lezhës dhe të mbarë Shqipërisë se do të ketë mbrojtje sezonale për prodhimet e tyre. Se çdo vend në botë i mbron në sezon prodhimet e fermerëve të vetë, përveç këtyre që hapen kufit për Ballkanin e hapur dhe falimentuan me qindra mira ferma, përgjysmuan baktit dhe prodhimin. Ballkani i hapur në kosh përfundon. As një ditë nuk do zbatohet pas ardhjes së pushtetit. I garantoj fermerët se të gjitha shërbimet e ekstensionit do t'i kenë falas, dhe se taksa armiqësore ndaj tyre asimetrike të vëshe një anshme merr fund. Javën e parë të qeverisjes do t'jetë simetrike në mënyrë që parat të mbeten jo te grosisti, por të shkojnë tek fermeri. Pas Ballkanit hapur, këta vendose një taks që sa ka kush në botë. Taks të një anshme te grumulluesi, dhe ai ka më interes të marrë madha importi se të bëj prodhimet e Lezhës, prodhimet e Zadrimës. Merr fund. Pra, ne jemi të vendosur të prodhojmë kudo. Ju garantoj se Ulliri do t'jetë një projekt kryesor, gjersa të arrim në 20 milion rënj. 4 milion në las Skënderbeu. 11 milion arritëm, do të arrim në 20 milion. Do subvencionojmë arrorët, shegen dhe çdo pemë frutore tjetër. Do subvencionojmë bimë të aromatike. Shqipëria është një vend me pasuri prallore në bimë të aromatike. I falimentoj një nga një Narkoeuro. Po pse i falimentoj Narkoeuro? Po mos zotri, se Narkoeuro urxua për tokë në Shqipëri. U çvlerësua në Shqipëri nga parat që sjellin trafikantët me kontejner. Miqtë e Pirinit, ata që marrin, shesin 400 kg kokain dhe arrin të grabisin tokën e sekuestruar.
merë fund kjo praktik. Ju garantoj këtu, se shteti do të krijoj një bord me të cilin do të kompensojmë çdo rënje të euros për eksportuesit. Çdo eksportues humbi me euron 35%. Po 35% se kanë fitimin, pothuajse asnjë prej tyre. Shumica e tyre falimentur. Ne do i rikthejmë. Ka 3 vite miqtë e mi që prodhimi industrial bie në pikjat. Ka 3 vite që eksportet vetëm nga 2023-2024 janë ulur 32%. Mira shqiptar humën vendet punës dhe morën rrugë të dheut. Ne i rikthejmë fuqishëm prodhimit. Ne do të subvencionojmë euron, masën e rënjës saj, sikundër do presim me gërshër, me ligj, me forcën e ligjit, çdo kanal të parave të zeza që hyn në Shqipëri. Shqiptarët s'ka nevojë për para të zeza. Shqiptarët kanë nevojë të paguhen për djersën e tyre, për mendin e tyre, për mundin e tyre. Arsimi do t'jetë një nga për kujdesjet e mëdha. Pa arsim modern nuk ka Shqipëri madhështore, po pa vendosur mësuesin në pjedestal nuk ka arsim modern. Ndaj dhe garantoj mësuesit se ata do t'jenë mësuesit më mirë të paguar të rajonit. Se portali i partisë një mësues për Shqipërinë, një mësues për partinë, mbyllet ditë e parë. Se shkolla e partisë mbyllet. Mësuesit do vlerësohen mbi bazën në mënyrën më transparente, do trajtohen me dinjitet. Dhe në klasa do zbresin në 20-25 nxënës. Nuk kemi mësues të tepërt ne. Jo, kemi klasa të imbushura të cilat nuk i mësojnë, në të cilat nxënësit nuk mësojnë dot. Ndaj dhe kjo rënje rrokullisje e madhe e arsimit do të ndalet dhe përsëri do ngjitemi dhe vetëm do ngjitemi. Ju siguroj se shtetësia do të pësoj një transformim të thellë, se kur ilaçet e domosdoshme për smurët tanë nuk do mungojnë në spitalet tona në asnjë rrethan. Po ju them një gjë këtu, absolutisht nuk kanë munguar gjatë qeverisë son në spitale. Por çfarë ndodhi? Nrikull Nushi me Edi Ramën futën check-upin. Check-upi, kontrolli analizave. Kujt i bëhet? Nuk u bëhet atyre që duhet bërë. Nuk u bëhet pensionistëve, i kanë përjashtuar. U bëhet atyre që janë jashtë, që janë këtu fare, e tjerë me radhë, pra bëhet një vjedhje të mërshme. Merr fund. Pensionistët do kenë të drejtën e analizave të plota pa lek, falas, 2 herë në vit. Tani, miqtë e mi, po ta ndëgjoni atë ku është del çdo mëngjes si zog qyqje. Po mos e flet me vetaj. Ai flet me veta, më thapë. Ai nuk merr 3 qytetar aty, ai nuk merr 3 gazetar. Ai i bën pyetje vetes, ato pyetje që i mendon se i duhen dhe ato pyetje u përgjigjet vet dhe ka 3 muaj që e kanë të ndërruar gazetarët. Gazetarët me pyetjet e tyre e lanë pa gjumbë. Ambrozia Meta e të merroj. Po, bravo i qoftë, edhe gazetarët të tjerë. Dhe ndaj u ndry tani dhe pyet veten edhe i përgjigjet vetes. Mirë. Unë jam këtu para jush këtu në Lezhë
në këtë qytet kuvendi, diljer, dil hajde, ose këtu, ose hajde shkojmë në një studio, edhe të themi shqiptarve, ti programin tënë, unë programin e Partisë Demokratike. Hajde të regoju shqiptarve, si mund të shpenzohen 21 milion euro me 120 udhëtime, në një kohë kur mund të udhëtoj edhe 150 herë me avion tregtar si që udhëtojnë qytetarë. Hajde të themi qytetarve, si mund të hapet shishje verës në Kryeministrinë e Shqipërisë 333.000 euro, gjë e cila mund të ndodhë vetëm në sultanatin e Brunajt. Hajde të themi shqiptarve, pse u larguar nga Shqipëria gjatë 10 viteve tuan 1.099.000 shqiptar, nga toka e tyre, nga shtëpitë e tyre dhe ujë tyre. Hajde të themi shqiptarve, a ka ndodhur ndonjëherë në historinë e tyre që të larguar në 10 vite po thuj gjysmë e popullatës? Dil, apo doja t'i zëvendësoj me Cingales dhe me Bangladeshas? Pra, nuk del dot. Megjithatë, megjithse ja u them unë ju, edhe emri nuk vjen për marë t'jam dëgjoj, po prap se prap, për hir të qytetarëve, për hir të transparencës, jam gati në çdo shesh, në çdo studio të ballafaqohen me te. T'janë zjerrin. Një moment është, momenti ai tani u fryn borive u thotë me ata altoparlantet e tij se Berisha ka 30 vjet në pushtet, ka 30 vite, tani unë i them këto gjëra. Sali Berisha dorëzoi pushtetin në mënyrën më të vendosur kur humbi zgjedhjet dhe në vendimin e tij e dorëzoi në mënyrë përfundimtare. E dorëzoi me një bilanc pavarësisht me plus minuset, por shqiptarët shënuan një arritje jete kur lëvizën pa viza në Europë. Shqiptarët shënuan një arritje jete kur antarësuan në NATO. Shqiptarët shënuan një arritje jete kur transformuan infrastrukturë e vendit, kur rrugë e kombit bashkoi vendin. Shqiptarët shënuan një arritje jete kur kaluan nga grupi vendeve me të ardhurat të ulta në grupin e vendeve me të ardhurat mesme të larta. Shqiptarët shënuan një arritje të madhe kur kaluan nga interneti 4% e penetrimit internetit në 63%. Por dhe një arritje ishte kur ndan nga errësira, nga terri, nga generator që gumzhinin në çdo qoshe pallati. Këto u arritën. Hajde këtu thuju pak shqiptarëve, çfarë arritje jete patën këto 12 vite e Rama? I vodhe, vetëm i vodhe. Çfarë arritje jete është djegësi i Tiranës që zhduke 130 milion euro? Janë 812.000 pensionet të zhdukura. Çfarë arritje është? Thuju pak. Ndërtimi rrugës me çmim të 10 fisht, krahasuar me periudhën më parshme. Çfarë arritje është? Ndarja e një rruge ka 13 kilometra në 14 kontrata dhe ndërtimi saj me një çmim 6 herë, 10 herë më të madh se në Kroaci. Prandaj, ky pushtet i yti bazohet në vjedhjen, në drogen dhe në largimin masiv të shqiptarëve. Në vitin 2013, Shqipëria po rritej, nga vitin vit në popullatën e vetë.
Kështu që e vërteta është ke qeveris 12 vjetë si kryeministër, kam qeveris 8 vite si kryeministër. Hajde t'i bëjmë mirë këto hesape. Por, ka i moment tjetër, nuk jam rikëthyr kur për ambicje personale, as dhe interesa personale, jo, absolutisht. Por jam këthyr për këto arsye, spari, për atë shka një shqiptar i thot vetës shqiptar. U ktheva kur e pash se donin që shqiptarët ja u bëjnë listën e deputetëve në parlament. Dhe jo ata. U ktheva kur e pash se donin që ju, populli mrekullueshëm, partisë që keni votuar, t'ja caktonin kryetarin. Dhe shif si e kanë bërë tani si e sjellin. Vërdall. U bëj thirrje gjithë demokratëve të lesh, nga 91 gjersot, nga 90 gjersot, të bashkohemi. S'keni asnjë punë me atë. Asnjë lidhje. Leja një Edi Ramës. Lejni të Edi Rama. Pra, ti marim gjërat me radhë. U ktheva për atë çka ju besoni, për atë çka unë besoja. Se unë besoja që kombi vendi duhet të ketë një opozit të vërtet dhe jo opozit falso. Jo opozit të kontrolluar. Bët betejnë më të ultë, më të poshtë, po fituam dhe do fitojmë. Ja ku jemi. Ndaj dhe letecin miqtë e mi këte muaj që na ka mbetur me këte program të trokasim të çdo qytetar. Ne mediat e mëdha na censurojnë. TikTokun ekzekutoj një lloj si jati Avzinelen. Përpiqet me çdo kusht ta ngushtoj komunikimin, po s'mund na pengoj kush në botë të takojmë çdo lezhjan dhe lezhjan, socialist, pa parti, çfarë do që tjetë. Taftojmë me këtë program, të bashkohemi së bashku për Shqipërinë madhështore me 11 maj. Rroft Lesha, rroft Shqipëria, fitore. Lori, hajde ma bëj foto. Sot rrinë të fikë të rrisi. Lori, shpejt. Vëllati, po nga kap në ne. Ja sa që të mrakë. Ka pikri.